Në vitin 2027 do të ketë kontakte me jashtëtokësorët. Kjo pra është deklarata e profetit Falso. Kush nga ju ka dëgjuar për profetin Falso? Sot do t'ju tregoj për një zotëri që ka bërë bujë të madhe kohët e fundit, bile intervistat e tij janë ato që shihen më shumë me miliona klikime, sepse një zotëri që është 70 vjeç sot, ai tregon që në vitin 2027 e ka treguar që prej kohësh, por tani po insiston akoma më shumë që në vitin 2027 do të kemi kontakte, pra njerëzimi më në fund do të ketë kontakte me jetën jashtëtokësore, pra me alienët. Kush është rastisht nëse nuk e keni bërë ende, lidhuni me këtë faqe që të shihemi sërish dhe faleminderit që jemi për bashkë. Atëherë ky profet që e quajnë profeti Falso, pra sepse nuk thonë një kontaktist ose një abdaktiv, por thonë profeti Falso sepse sipas gjasave një grup studiuesish New Age e cilësojnë si një sharlatan. Por dëgjojeni me kujdes dhe le ta diskutojmë së bashku, sepse disa nga këto parashikime që ka bërë ky zotëria janë vërtetuar dhe dikush thotë që do të ndodhin vërtet. Ky zotëri quhet Darryl Anka. Darryl Anka është 71 vjeç sot, është i rruar totalisht, nëse keni kush nga ju e njeh ose nëse nuk e keni parë, është komplet i rruar, me fjalë nuk ka flok, por zakonisht ai futet në trans, pra në një moment transi dhe fillon dhe flet se çfarë do të ndodhë në të ardhmen. Pra tani është kthyer në një profet. Por le ta marrim dal nga dal historinë e tij se çfarë ka ndodhur ndër vite. Ai në një bazë të një deklarate që ka bërë, sepse është një producent, ai ka punuar për Hollywoodin, ka punuar për filma të mëdhenj, ka bërë visual effects për disa kompani shumë të mëdha, pra ka bërë producentin, dokumentar etj etj. Mirë po, në një moment caktuar pastaj mori hovë vitet e fundit si një profet, si mund të quhet, sepse bën parashikime pra të këtyre tipave. Dhe po thoshja, ai që kur ishte i ri, tregon që kur ishte 3 vjeç, pa një dritë e mban mend thot, si sot herë e parë thot që pash atë dritën, e pash në dhomë thot, ty ku po lozja, në dhomën time thot, pash këtë dritë thot, e dija që kisha një kontakt me një energji, por nuk dija se çfarë. Dhe ky ishte kontakti i parë, por me kalimin e kohës thot që në moshën 6 vjeç, 7 vjeç etj etj, kishte kontakte me mendjen, pra me anë të mendjes, dhe dikush i fliste në mendje. Pastaj, më vonë thot, kur isha 13-14 vjeç, i thosha, pyesja babain tim, pse unë shkëputem nga trupi dhe shikoj trupin tim nga sipër dhe shikoj lëvizjet, jo vetëm këtu, çfarë bëhet, por edhe në dhomën ku jeni ju, pra në dhomën tuaj, në kuzhinë ku është mamaja, thotë, edhe shoh thotë dhe nëse dua të shkëputem në vende të tjera. Pra ai bënte disa shkëputje astrale. Dhe babai i tij nuk e dinte përse bëhet fjalë, megjithatë ai me kalimin e kohës filloi që të studionte vetë, sepse askush nuk i mund t'i thoshte këto gjëra se si mund të ndodhin. Dhe me kalimin e kohës ai pa që edhe njerëz të tjerë kishin këto vizione ose këto shkëputje energji që quhet shkëputje astrali. Në fakt, ai me shkëputjet astrale që bënte, i thanë që nuk duhet ta bësh me fjalë kontaktin që ai kishte, sepse me kalimin e kohës, kontakti që ai kishte u bë më vizual, pra e sheh si një dritë, jo si një trup, por si një dritë që komunikon me të. Dhe drita që ai komunikon quhet Bashar. Pra ky Darryl Anka thotë që ka, në fakt, ai në shkrimet e tij ka bërë dhe libra, thotë Darryl Anka Bashar, sepse për të ky Bashar është një entitet ekstradimensional. Dhe çfarë ka thënë ky entiteti? Që sipas gjasave i tregon edhe historinë e njerëzimit që nga kohët e lashta që u bë dualiteti, sepse sipas tij me fjalë nuk dua t'ja u them këtë sepse kisha vendosur që mos ja u thoshja, por do të them vetëm një copës të vogël, tu mbajeni mend, nuk kam për ta thënë më. Sipas tij mendohet që njeriu, pra mashkulli, jetonte mashkull në këtë planet, nuk jetonte një femër, por mashkulli me kalimin e kohës me fjalë bënin marrëdhënie mes njëri tjetrit, siç tregon ky, sepse s'kishte dhe nga ai moment alienët, sipas tij, sollën femrat dhe pastaj fillon këtë lidhjen mes tyre. Dhe me kalimin e kohës, në fakt ai thotë që po ta shikoni thotë edhe mashkulli dhe femra thotë kanë bi mes tyre, pra kanë lidhje edhe me gjinin tjetër edhe me gjinin e tyre, sepse janë në gjenetik thotë të lidhur thotë që nga kur kanë lindur. Megjithatë ai tregon që pastaj zhvillimi i njeriu thotë ndodhi thonë disa faza dhe janë futur alien thotë që i kanë ndikuar në të. Më ndiqni me vëmendje, sepse është pak e gjatë por është e rëndësishme. Dëgjoni se çfarë thotë.
kanë ndikuar thot gjatë jetës, gjatë kohës së tyre thot edhe alien thot forca të tjera që kanë bërë thot modifikimin e hibridëve dhe kanë lindur disa hibridë dhe disa njerëz thot që kanë bërë zhvillimin e njeriut. Dhe kjo thot është bërë ndër vite, ndaj thot ju nuk gjeni dot thot hallkën që mungon sepse neandertalët apo specie të tjera thot që lindën dhe u zhdukën thot gjatë një kohe, ishin pikërisht thot eksperimente që bën thot me kalimin e kohës thot alienët për të nxjerrë thot përfundimisht thot Homo sapiens, ai që ne njohim sot, pra njeriu që njohim sot. Dhe po ta shikoni thot 15% e njerëzve thot nuk kanë thot një ADN thot që i përket askujt, sepse ka lindur nga hiçi, është ajo RH negativ që keni dëgjuar. E kemi bërë dhe në për emisione. Si përfundim ai thot që në vitin 2026 e ka thënë që prej kohrave antike, sepse mbaj mend ai që në vitet 70-74 filloi që të fliste për këto kontakte që kishte, por pas vitit 2000 filloi që të ishte aktiv dhe të shkronte libra dhe të thoshte që ishte në kontakt me këtë Basharin. Dhe sipas këtij Darryl, pas vitit 2024 do të ndodhte ndryshim i madh. Në fakt, po të shikoni disa intervista, është e vërtet. Ai thoshte që në vitin 2026 do të jetë rivelacioni, me fjalë revelation. Në fakt, në vitin 2026 ndodhi që Donald Trump hapi dosjet për alienët. Ndoshta dikush nga ju mendon që është vetëm diçka banale, sepse disa prej tyre, pra të këtyre filmimeve, janë fake. Të tjera e thonë vetëm kështu, sa për të thënë. Por është një mesazh, sipas tij, një mesazh që do të thotë që nga ky moment do të ndryshojë mendimi për sa i përket jetës jashtëtoksore. Dhe me kalimin e kohës do të ndryshojë totalisht sepse ata do vijnë në kontakt gjithmonë më shumë me njerëzit dhe do shfaqen pastaj me kalimin e kohës, pra alienët. Tani çfarë është ky Bashari sipas tij dhe çfarë bën? Në vitin 2027 thot Bashari, i ka thënë këtij, do fillojnë që të shfaqen, pra do ketë kontakte masive me njerëz, me këto specie ekstradimensionale, jo me trup fizik, por janë disa specie që janë energjike ose edhe disje fluturuese edhe tjerë që gjoja disje fluturuese, sepse për ata thonë janë vetëm si mund të quhen projeksione. Nuk janë, thot, janë vetëm projeksione, thot, projeksione, si për shumë ju bëni, thot, projeksione digitale në 3D, ne bëjmë, thot, në 8D. Dhe ne, thot, i thot ky Bashari, këti, Darrylit, jemi, thot, rreth 3000 vjet, thot, përpara jush. Tani, ne, thot, do të shfaqemi fillimisht, thot, sepse jemi shumë larg, do të shfaqemi në mënyrë energjie, sepse kemi nevojë thot që të shfaqemi, ne kemi nevojë për energji thot që të jetë energji shtytse, sepse për të shkëputur nga një dimension në tjetrin nuk është e thjeshtë. Ne thot gjendemi aty thot, pra gjendemi mes jush, por për të shkëputur dhe që ju të na shihni me senset që ju keni, atëherë jemi detyruar që të përdojmë një lloj energjie thot biologjike që është tepër e vështirë thot dhe kërkon shumë punë dhe mund dhe nuk duam ta shpërdorojmë thot. Por do vi një moment thot që do hapen portalet në vitin 2027 për të vënë kontaktot në mas të gjerë thot me masën. Dhe do të jetë ky thot momenti decisiv i vitit 2027. Pra këtë i thot ky Bashari. Ç'është e vërteta, siç ju thash, në vitin 2026 filluan dosjet që të hapeshin bile, që në vitin 2012 filluan dosjet, por pastaj me kalimin e kohës filluan në vitin 2019 që të bëheshin këto konferencat e Pentagonit e tjerë e tjerë. Dhe duhet të dini që kemi bërë dhe një emision ku kemi folur që edhe Pentagoni flet për disa kontakte të disa specieve ekstradimensionale të quajtur Anunnaki. Dhe shumë prej këtyre shërbime sekrete kanë frikë se mos ndoshta mund t'i rrëzojnë nga fronet. Mirë po kjo, si thot Bashari, është shruar që prej kohrave antike që do t'i rrëzojnë të mëdhenj. Në fakt, ajo që po ndodh pikërisht tani, ku kishte ndodhur ndonjëherë që të shkatërronin politikanët, t'i fusin brenda politikanët, s'kishte ndodhur askund. Vetëm këto vite po ndodh, pra vitet e fundit dhe ky Darryli ose Bashari ka vite që e ka thënë. Ndoshta për ne thuhet se normal, nuk është normal. Sepse ne kemi përjetuar tani dhe themi dakord, është normal, po ai kishte parashikuar para disa viteve. Pra atë si kemi thënë dhe ne për shembull për rendin e ri botëror që do të mbledhë gjithë njerëzimin, do ta mbledh në një grup të vetëm, me një microchip, me një regji të vetme dhe do ta kontrolloj denarin, paran, influencat politike njerëzore në botë. Pra atë që po ndodh gradualisht. E kemi thënë që në vitin 2010-2011, mirë po tani po ecën drejt asaj
që ne kemi thënë. Dhe unë jam i bindur që me kalimin e kohës do shkoj aty ku kemi thënë ne, sepse është një projekt. Nuk është se kam shpikur unë diçka, por është një projekt. Tani, si do shfaqen këta alienët? Pra, si që thashmë përpara. Fillimisht do shfaqen në mënyrë dimensionale, si që thashmë energjie, me anë të mendjes, kontakte me, e keni parë që kemi bërë një emision, kemi folur për shumë njerëz që është bërë një test në mbar botën, një kërkim studimor, është shkencë kjo, shkencë, që rreth 40% e njerëzve në botë kanë dëgjuar zëra të çuditshëm në mendje që i kanë anashkaluar. 20% prej tyre kanë vazhduar të jenë në kontakt dhe janë zëra që ose tinguj ose forma, vibrime që ne nuk i kuptojmë, sepse shqisat tona nuk i kuptojnë. Dhe kjo do të shtohet gjithmonë më shumë pra pikërisht vitin 2027, sipas Basharit. Deri pastaj, me kalimin e kohës do bëhet kontakti i madh, që ata do të shfaqen dhe do të merret vesh publikisht që ata ekzistojnë. Në çfarë forme janë, si janë, askush nuk e di, janë vetëm thashë theme lart e poshtë. Megjithatë, ju çfarë mendimi keni për këtë profetin falso? I thon profeti falso, si që thash, sepse sipas shumë metodave dhe shkrimeve New Age, pra këta që bëjnë të njëjtën kërkim dhe kanë të njëjtat kontakte, thonë që ky nuk është e vërtet sepse ky gënjen. E bën vetëm për të dukur dhe për të bërë i famshëm. Mirpo zotëria këtu me fjalë, ky Bashar ose Darryl Anka është 71 vjeç, nuk besoj që ai e bën tani vetëm për famë, sepse përveç kësaj që ka qenë një producent, një dokumentarist, ka punuar në Hollywood e tjerë, ka bërë libra, unë nuk besoj që ky ka diçka të vërtet. Nuk di sa, nuk di, por unë mendoj që diçka të vërtet ka. Dhe do t'i them, është një funksionar i lartë i CIA-s që e gjeni këtë është John Ramirez e kemi bërë në një emision ku ai thot parafërsisht të njëjtën gjë që thot edhe ky Bashari, sepse nuk njihen mes njëri tjetrit, por mënyrën se si e thot me fjalë se si do të ketë zhvillimin njeriu në vitet në vijim dhe si do të shfaqen entitetet, e thot eksaktësisht siç e thot ky Bashari. Atëre lind pyetja, ka diçka të vërtet në këtë? Pra ju çfarë mendimi keni? Pres komentet tuaja dhe kalofshi një ditë të mbarë.